Si po të doket ambienti podcasti? Ambienti i ngrohtë, i mirë, që në vete ta fladit zemrën kur shef rinin islame se punojnë për islam dhe njerëzve tu ofrojnë gjëra dobishme, porosi dobishme. Kjo punë nuk është vetëm për islame. Kjo punë është në dobi të njerëzimit. Fatkeqësisht jetojmë në një kohë ku ma shumë promovohet e keqja dhe e dëmshmja. Ma interesante janë budallaki që bëhen në YouTube, gjërat e kota, sesa emisionet e dobishme. Pa më parasysh janë ato fetare, apo nuk janë fetare. Çdo gjë që është e dobishme, na e konsiderojmë atë se është fetare, sepse feja jonë e ndihmon dhe stimulon të dobishme në përgjithësi. Çdo mësim i dobishëm, çdo porosi e dobishme, padyshim që është një thesar për popullin ton, për rinin ton, për ardhmërinë tonë, në veçanti në kohën ku me të vërtetë është një kohë ku ndonjëherë nëse hin në përjetet sociale me përshtypjen se e keqja e ka fitu të mirën, por kur del kështu në terren në mejdan e shef se e mira hala është mbi të keqen dhe se e mira hala dominon te populli i jon. Sepse ato fotografi realisht nuk janë reale, janë fake në shumicën e rasteve. Madje edhe njerëzit janë shumica fake, nuk janë original ato që janë në jetën reale. Ati shtiren diçka tjetër për arsye tjera, që ata e dinë më mirë. Dhe ky podcast dhe çdo podcast tjetër dhe çdo emision tjetër i dobishëm, padyshim që nga ana jonë përshëndetet, e ka përkrahjen e vet dhe na gjithnjë lutemi që Allah këto emisione dobishme të i shton e të i bekon. Amin. Kështu që Allah shpëlef për ftesën që unë sot t'jem pjesëmarrës në podcastin e 10 tuaj. Amin. Se pat kemi merr frima, po? Merr frim, po. Bismillah, po ja nismi, ha. Hajde, bismillah.